që ta qesëm në sipërfaqe Gjergj Kastriotin, ku një pjesë e madhe historianëve po mundohen me hum, edhe duke u bazuar në problemin fetare, dhe një pjesë tjetër apo disa vullnetarëve intelektual po mundohen me nxjerr dhe me qitë Gjergj Kastriotin atë ku ka vendin. E vërtetë, edhe unë jam për mi u përkrahë këtë aspekt. Dhe tash e kemi një, çka është Gjergj Kastrioti? Pse, çka e konsideroj unë Gjergj Kastriotin? Unë Gjergj Kastriotin e konsideroj dhe e vlerësoj njerin më të fuqishëm të historiografisë shqiptare, apo njeriu i cili ka krijuar ngjarjen më të rëndësishme të këtij populli shqiptar. Njeriu i cili ka ngrit zë dhe ka përhap në opinionin në shekullin e 15 anë bon bota e njeh. Njeriu i cili ju ka kundërvu një perandori osmane që quhej perandori barbare, domthon e egër që rrjedh prej vendeve të tjera dhe me një fjalë mund të them kështu se Gjergj Kastrioti, djali e Gjen Kastrioti dhe nonës e tij në Vojsavës, është personaliteti dhe figura kombëtare e popullit shqiptar, që e ka nda edhe ndan historinë në dy etapa apo në dy periudha. Historia me Gjergjin e para Gjergjit është historia krenare, kombëtare e popullit dhe historia pas vdekjes së Gjergj Kastriotit apo historia e stërkeqjes, e mekjes, e mefshjes edhe dobësimit të qëndresës të gjakut, të fjalës, të arbërve edhe shqiptarëve në trojet e Ballkanit. Shumë respekt për ty, Baca Avdi Albin, nga mirë. Po ta bëj një pyetje. Arben. Arben. Mos më karazo se unë jam kundërshtar shumë i madh i Albin. Ko për mu që më shkoj goja të Albini,